Pula që blini çdo javë mund të mos jetë ajo që mendoni. Ky mish, që ju konsideroni të dobët dhe të shëndetshëm, fsheh vija të bardha yndyre, inflamacion muskulor dhe një cilësi ushqyese që ka rënë ndjeshëm vitet e fundit. Testet e pavarura të kryera në vitet 2024 dhe 2025 zbulojnë se mbi 90% e gjoksit të pulës në supermarketet kryesore greke shfaqin white strapping, një miopati që tregon vuajtje shtazore dhe mish të degraduar. Miliona familje po paguajnë për proteina që në realitet përmbajnë 3 herë më shumë yndyrë se dikur. Ne analizuam çdo raport, çdo test laboratorik dhe çdo studim të kryer nga organizatat për mbrojtjen e kafshëve dhe universitetet greke për të identifikuar 5 supermarketet ku pula është më e keqja. Në fund do t'ju tregoj gjithashtu çfarë të kërkoni kur zgjidhni pulë, sepse ndryshimi mes mishit cilësor dhe mishit të sëmur mund të përcaktohet me një vështrim. Numri 1. Lidl. Le të fillojmë me emrin që shkaktoi skandalin e parë të madh në shkurt 2014. Një hetim i organizatave për mbrojtjen e kafshëve analizoi mbi 600 pako gjoksi pule të shitura në dyqanet Lidl në 11 qytete greke, nga Athina deri në Selanik dhe Heraklion. Rezultati ishte shkatërues. 90% shfaqnin white strapping, 9 nga 10 pako. Vijat e bardha që kalojnë në përmish nuk janë dekorim. Ato përbëhen nga yndyror dhe fibroz që ka zëvendësuar fibrat muskulore të vdekura për shkak të mungesës së oksigjenit. Kur një pulë zgjidhet gjenetikisht të rritet 400% më shpejt se 50 vjet më parë, zemra dhe mushkrit e saj nuk mund të pompojnë gjak të mjaftueshëm në muskujt hipertrofik të gjoksit. Fibrat muskulore vdesin nga ishemia dhe në vend të tyre zhvillohen yndyrë dhe indembres. Në etiketat e Lidl lexoni produkti certifikuar, zinxhir furnizimi i kontrolluar, përdorimi i dritës natyrale. Ky marketing qetësues fsheh një realitet krejt të kundërt. Këto pula vijnë nga racat me rritje të shpejtë të serisë Ross 308, të therrura pas vetëm 35-42 ditëve jetë, ato janë ende zogj kur arrijnë në therrore. Lidl u përgjigj hetimit duke mohuar përqindjet dhe duke pretenduar se white strapping shfaqet në më pak se 5% të kontrolleve të brendshme. Por të dhënat shkencore e kundërshtojnë këtë version. Literatura ndërkombëtare konfirmon një frekuencë mes 50% dhe 90% të racat me rritje të shpejtë, pikërisht ato që përdor Lidl. Organizatat evropiane negociuan me Lidl për më shumë se një vit, duke kërkuar antarësim në European Chicken Commitment, standardi që imponon raca me rritje të ngadaltë dhe kushte më të mira. Lidl Francu Bashkua. Lidl Greqio. Numri 2. Sklavenitis. Në nëntor 2025, organizatat për mbrojtjen e kafshëve publikuan një hetim të ri që analizoi 619 pako gjoksi pule me markat Sklavenitis, Masoutis dhe Abvassilopoulos. Rezultatet për Sklavenitis janë shqetësuese. 92% e pakove shfaqnin white strapping, me më shumë se gjysmën e mostrave që tregonin nivele të rënda. Sklavenitis është lojtari kryesor në shpërndarjen greke dhe ka fuqi të madhe mbi zinxhirin e furnizimit. Mund të impononte standarde më të larta te furnitorët, por nuk e bën. Në raportin e organizatave për mbrojtjen e kafshëve të shtatorit 2024, Sklavenitis zë vendin e fundit mes supermarketeve të vlerësuara për angazhimet dhe transparencën lidhur me mirëqenien e kafshëve, me 2 nga 10, më e ulta. Sklavenitis furnizohet nga të njëjtat 3 kompani të mëdha që dominojnë tregun grek: Pindos, Nitsiakos dhe Epirotiki. Këto prodhime rritin praktikisht pula identike të së njëjtës racë me rritje të shpejtë me të njëjtat metoda intensive. Por Sklavenitis shkon më keq se të tjerët në komunikim. Premton cilësi pa dhënë detaje konkrete, nuk i bashkohet European Chicken Commitment, nuk përdor raca me rritje të ngadaltë dhe nuk garanton densitetet të ulta rritjeje. Një hetim në 185.000 pula të therrura në Greqi nga 40 ferma tregoi se të gjitha kafshët kishin dëmtime në këmbë, të gjitha. Këto dëmtime shkaktohen nga shtrati i ndotur, i lagur dhe i mbushur me fekale. Testi i Unionit të Konsumatorëve në mars 2024 mati për mbajtjen e yndyrës në 18 mostra gjoksi pule. Fileja Sklavenitis përmbante 2 presje 2G yndyrë për 100 G, gati 3 herë vlera referuese 0 presje 8 G, ju blini mish që i ngjan më shumë mishi të lopës se sa pulës sa i përket marrjes së yndyrës. Numri 3. Masoutis. Masoutis paraqitet si supermarketi i cilësisë, etikës dhe konsumit të ndërgjegjshëm. Slogani i tyre flet për zinxhir furnizimi të kontrolluar dhe kujdes ndaj detajeve, por numrat tregojnë një histori tjetër.
Në hetimin e organizatave për mbrojtjen e kafshëve të nëntorit 2025, 96% e gjoksit të pulës me markën Masoutis shfaqnin white strapping, me më shumë se gjysmën e mostrave në nivele të rënda. Masoutis u përgjigj duke pretenduar se kontrollet e brendshme zbulojnë fenomenin në më pak se 5% të pakove, por organizatat kundërshtuan me të dhëna shkencore. Nëse Masoutis zbulon vetëm 5%, kontrollet e tyre nuk janë të mjaftueshme ose metodologjia është e gabuar. Masoutis gjithashtu ka rezultat të ulët në raportin e organizatave. 4 nga 10 për angazhimet dhe transparencën mbi mirëqenien e kafshëve. Pavarësisht komunikimit që thekson cilësinë dhe qëndrueshmërinë, Masoutis nuk i bashkohet European Chicken Commitment dhe nuk angazhohet për raca me rritje të ngadaltë. Paradoksi është se linja organike bio Masoutis në disa teste doli pa probleme, por kjo linjë përbën një pjesë minimale të shitjeve. Shumica dërmuese e pulës me markën Masoutis vjen nga rritje intensive me raca me rritje të shpejtë. Në testin e Unionit të Konsumatorëve të 2022, gati 1/3 e mostrave të freskëta të analizuara ishin të kontaminuara me salmonel, përfshirë Masoutis Premium, linjën që supozohej të kishte zinxhir furnizimi të kujdesshëm. Numri 4. Abvassilopoulos. Abvassilopoulos konsiderohet supermarketi i cilësisë së lartë. Çmime më të larta, paketimi kujdesshëm, imazh premium. Por edhe këtu realiteti e kundërshton perceptimin. Hetimi i nëntorit 2025 zbuloi se 96,4% e gjoksit të pulës me markën Abvassilopoulos shfaqnin white strapping, përqindja më e lartë mes 3 supermarketeve të analizuara. Gati e gjithë pula e shitur nga Abvassilopoulos vuan nga kjo miopati. Në raportin e organizatave, Abvassilopoulos merr vetëm 4 nga 10 për angazhimet dhe transparencën mbi mirëqenien e kafshëve, të njëjtin rezultat me Masoutis, pavarësisht imazhit më të rafinuar dhe çmimeve më të larta. Testi i Unionit të Konsumatorëve të marsit 2024 gjeti 2 presje 5G yndyrë për 100 G në fileton e prer Abvassilopoulos, 212% më shumë se vlera referuese, ose 3 herë yndyra që duhet të kishte. Kjo nuk është një problem marginal, por një ndryshim rrënjësor në përbërjen ushqyese të një ushqimi që shitet si i dobët dhe i shëndetshëm. Mishi i pulës sot është shumë i pabalancuar drejt acideve yndyrore omega-6 proinflamatore për shkak të ushqimit dhe praktikave të rritjes. Abvassilopoulosi u bën të paguani ekstra për një imazh cilësie që nuk përputhet me realitetin e produktit. Numri 5. Dia dhe My Market. I grupojmë sepse përfaqësojnë të njëjtin problem. Zinxhir zbritjeje që konkurojnë në çmim dhe sakrifikojnë cilësinë. Në testin e Unionit të Konsumatorëve të marsit 2024, gjoksi i pulës Dia përmbante mbi 2 G yndyrë për 100 G, më shumë se 150% mbi vlerën referuese. Produktet greke My Market përmbanin 2 presje 1 G më shumë. Zbritjet tërheqin konsumatorët me çmime të ulta, por çmimi i ulët ka një kosto të fshehur. Për të shitur pulë me 4 kg, furnitorët duhet të presin kudo. Raca me rritje tepër të shpejtë, densitësi maksimale e lejuar ligjërisht, 20 pula për më, ushqime hiperproteike që përshpejtojnë rritjen por që rregullojnë metabolizmin. Rezultati është mish teknikisht i sigurt, por ushqyes i varfër. Në testin e 2022, si Dia ashtu edhe My Market kishin mostra të kontaminuara me salmonel. Dia dhe My Market nuk ofrojnë transparencë për zinxhirin e furnizimit. Etiketat thon prej ardhje greke, por nuk specifikojnë furnitorët, racat apo kushtet e rritjes. Kjo paqartësi është e qëllimshme, sepse modeli i tyre bazohet në çmimin më të ulët të mundshëm. Ka alternativa. Vetëm pak kompani në Greqi janë bashkuar European Chicken Commitment. Biogros, disa dyqane organike lokale dhe prodhime të zgjedhura. Ky standard kërkon raca me rritje të ngadaltë, therrje jo para 56 ditëve, densitësi maksimale 30 kg, dritë natyrale dhe pasurim mjedisor. Pula organike ose me rritje të ngadaltë kushton më shumë, një pulë me rritje të ngadaltë e therrur në 80 ditë kushton rreth 30% më shumë në prodhim, çka reflektohet në çmimin final. Si të njihni pulën cilësore? Kërkoni gjithmonë treguesin e racës dhe ditëve të rritjes. Nëse etiketa thot rritur të paktën 81 ditë ose rritje e ngadaltë, është shenjë e mirë. Pulat konvencionale therren në 35-42 ditë. Shikoni mishin përmes paketimit. Nëse shihni vija të bardha paralele me fibrat muskulore, kjo është white strapping. Sa më të trasha dhe të shumta vijat, aq më e keqe cilësia, shmangini këto pako. Kontrolloni ngjyrën.
Gjoksi i pulës duhet të jetë roz dhe i njëtrajtshëm. Zonat më të zbehta ose të verdha mund të tregojnë akumulim yndyre. Lexoni listën e përbërësve. Gjoksi i freskët i pulës duhet të përmbaj vetëm pulë. Uji i shtuar, konservues apo aditiv të tjerë janë sinjal negativ. Merrni parasysh çmimin. Pula që shitet nën 4 kg ka gjasa të vijë nga rritje intensive me raca me rritje të shpejtë. Preferoni copat e plota ndaj të përpunuarave. Fetat, copzat, sallamet dhe produktet e përpunuara fshehin cilësinë reale dhe shtojnë krip, yndyrë dhe aditiv. Mbuluam 5 supermarketet ku pula është më e keqja, të gjitha shesin mish me white strapping të përhapur, nivele të larta yndyre dhe cilësi ushqyese të rrezikuar. Ka alternativa, por kërkojnë angazhim. Biogros, dyqanet organike dhe fermat lokale ofrojnë zgjedhje më të mira. Pula organike respekton standarde më të larta. Herën tjetër para frigoriferit ndaloni, shikoni mishin, kërkoni vija të bardha, lexoni etiketën, kontrolloni ditët e rritjes. Mos lejoni që marketingu të vendosë. Zgjidhni pulën që pati një jetë më të gjatë dhe më dinjitoze, jo vetëm për kafshën, por edhe për veten tuaj. Nga e blini pulën tuaj? Shkruani në komente. Nëse kjo hetimi ju hapi syt, abonohuni për raportazhe të tjera që supermarketet nuk duan t'i shihni dhe vazhdoni me videot në ekranin e fundit.